Tradita për të blerë gjëra të ndryshme për shportën festive është normale, ndërsa zbritjet që ofrohen gjatë kësaj periudhe konsiderohen të natyrshme. Disa qytetarë shprehen se janë të kënaqur me zbritjet që janë bërë pasi çmimet sipas tyre janë më të përballueshme. Me qenë se u fund viti, krahasim me periudhën e pak më përpara 2-3 muaj, besoj që janë më normale, më të arritshme, më të kapshme. Po me qenë se edhe këto marketet ka zbritje, ka shumë zbritje të arsyeshme. Pak shtret, po janë shumë të përballueshme. Edhe janë mirë, fort, për momentalisht. Megjithatë, ka edhe të tjerë që ndajnë mendim tjetër. Njëri prej tyre thotë se gjendja e çmimeve mbetet e papërballueshme dhe se zbritjet duhet të jenë edhe më të mëdha gjatë festave të fundvitit në mënyrë që qytetarët të kenë mundësi më të mira për blerje. Ka përthoj jo që pirshojmë mirë, po kur përshkojmë aty, kur i bën pagesën, shembull, kur vjen e sheh çmimin çfarë është, kur vjen thotë, a kiet kartelën e son, çdo që se ka, më harroj asa, duhet më pagu. Domethënë për të japet më pagu me shtrajt. Sen përballueshme për situatën që jemi, jo. Ndërkohë disa qytetarë të tjerë vlerësojnë se çmimet aktuale janë më të ulëta krahasuar me 3 apo 4 muaj më parë, duke konsideruar këtë një lehtësim të vogël për buxhetin familjar.